gjithsej nga viti 2009 deri në dhjetor të vitit 2012 është miratuar fondi në total për rreth 6.5 miliard lek ose 65 milion dollar. Në lidhje me 20 shtetasit që janë në grevë urie, 16 për tyre kanë përfunduar procedurat me Ministrinë e Drejtësisë. Kanë marrë këstën e parë, ashtu siç deklaroi dhe në deklaratën për shtyp Ministria e Financave, dhe po marrin këstin e dytë. Në lidhje me 4 shtetasit e tjerë që kanë aplikuar jashtë afatit dhe qeveria ka marrë përsipër që t'i trajtojë këta shtetas ashtu si dhe 2.000 kërkesa të tjera ose 2.000 raste të tjera që kanë aplikuar jashtë afatit të dorëzimit të dokumentacionit, dhe për këtë gjë qeveria shqiptare ka marrë angazhimin dhe ka shprehur me propozimin që ka bërë për miratimin e trajtimit të këtyre kërkesave në projektligjin e propozuar nga qeveria shqiptare. Pra si përfundim, absolutisht, me të drejtë të gjitha kërkesat e shtresës së ish përndjekëve politik kanë marrë trajtimin nga qeveria shqiptare, mbështetjen financiare nga qeveria shqiptare dhe çdo kërkesë e tyre do të trajtohet deri në fund.